Zgjedhje, dakordohemi që gjatë kësaj periudhe mos kemi një kryeministër jo legjitim, që se përfaqëson vullnetin e popullit të zgjedhjeve të nënshkurtit, por e kemi një qeveri që ka përcen krizën, dhe në kapërcimin e krizës, më duket Churchill e thot, mos e lën një krizë të mirë çka i dëm. Pra le të dakordohemi për disa çështje të risetit politik në Kosovë, dhe para më rëndësishme është depolarizimi i skajshëm, i cili si duket ka betonizuar pozicionet tona politike, në ashtë mas të madhe sa s'mund të komunikojmë me njëri tjetrin. Dyta, ripozicionojmë Kosovën i mirë në çështje ndërkombëtare, përfshirë dhe platformën e përbashkët të dialogut që më pas bëhet shtyllë e çdo qeveri jetare në Republikën e Kosovës, dhe nisim disa çështje bazike për dalin nga kriza. Pra, kjo qeveri nuk është koalicion klasik, e një temporalitetin, pra një periudhë shumë shkurt, e një krizën, dhe një faktin që për një periudhë saktuar, po abstrahojmë faktin që s'kemi opozit. Është e vërtet që në qeverinë e unitetit nuk ka opozit, por është e vërtet që në gjendjen e tanishme s'kemi as pozit, as opozit. E para se Kosovës i duhet opozita, më besoni Kosovës fillimisht i duhet pozita. I duhet pozita për shkak të shumë rrethanave që po ndodhin vend, edhe për vetë faktin se duhet të respektojmë qytetarin e Kosovës. Zgjedhjet e nënshkurtit kanë dhënë një zë, këtë zë duhet të respektojnë. Prandaj Ermal, më lejoni ta them me plot sinqeritet, nuk ka numra. Po të ketë numra dikush, ju lutem pas nesër, mbledhni ata numra, le ta rrezojmë votimin e msheft, mos mbesim procedurë. Pra le ta rrezojmë atë votim msheft nëse kemi numra, po nuk i kemi numrat. Po vetëm se Donika Gërvalla Shfarc po thotë që krejt çka po tentoni me bëu është me marrë edhe PDK ngat. 54. LDK-ja kur do që sillet, don me pas aty afër pranin e PDK-s, Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe këtë unë jam e bindur që ka shumë të vështirë t'ja shpjegoj votuesit të saj tradicional dhe prandaj ndron fjalori nga tranzicioni në unitet pas 4-5 vitesh ka për të ndëruar përsëri, mirë po kjo nuk e fshej dot të vërtetën që LDK-ja bën qeveri vetëm me PDK-n. Dhe e harron faktin që qeverit e vazhdueshme, koalicionet e vazhdueshme me PDK-n e kanë sjell LDK-n që për herë të përsëritur të jetë partia e tretë në vend. Nëse LDK-ja dëshiron të formojë qeveri, duhet i fitojë zgjedhjet, nuk ka recetë tjetër. 42% e qytetarëve kanë votuar lëvizjen vetëvendosje Partin Guxo dhe Alternativën si fituese të këtyre zgjedhjeve, dhe ky është një fakt që nuk mund të ndryshohet. Ne shumicën qeveritare mendojmë që e kemi, dhe prandaj, po nuk kemi arritur ende tek çështja e formimit të qeverisë. Prandaj thirrja jonë është secili ta ka përcej vetveten, të zhbllokohet votimi edhe të shkojmë në zgjedhjen e kryetares së kuvendit dhe më pas sfidojeni koalicionin e tashëm qeverisës, a do të jemi në gjendje të formojmë qeveri apo jo. Urdhër. Am lejo që të jem shumë i kujdesshëm për të mos rënduar politikisht askën, por më besoj që figurat të tilla, përveç se janë pa edukat në shumicën e rasteve, kanë edhe mungesë shumë të theksuar të inteligjencës. Sepse s'kan kuptim çfarë flasin. Pse? Sepse po donte LDK-ja të bënte koalicion me PDK-n e listën serbe, siç na thuhet deri tani, në çdo mundësi të mundshme e kemi sot, e kemi 70 vota në formulë të tillë. Po me listën serbe i bëjmë. Me listën serbe i bëjmë 69 vota. A na kanë thonë gjatë gjithë fushatës, po këto figura që arsyeja pse ne s'du ta votojmë LDK-n është sepse LDK-ja rikthen listën serbe në qeveri. A do të mundim sot matematikisht, pa e rënu shumë logjikën, që LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, Nisma dhe lista serbe të bënin 69 vota, apo a do të mundim të kishim një qeveri me 69 vota, matematikisht. Pra ti s'mund të thirrësh në paranoja të tilla, kur ti e ki deklaratën zyrtare që ne po themi, shoqëron, ne s'po dojmë po koalicione të tilla, nuk po dojmë po koalicione me listën serbe,